Ndërkohë, duhet ndalemi pak tek samiti, jemi në pritje të konferencës për media që do të jetë pas pak në përfundim të këtij samiti, ku padyshim tema kryesore pritet të ishte Ukraina, siguria, por për shkak të asaj çfarë ka ndodhur në Iran, padyshim do të ketë një vëmendje të madhe edhe kjo temë. Dhe kam padyshim nga Kievi kam kolegun Giorgio Provinciali. Giorgio, të përshëndes, faleminderit që u bashkove. Nuk do të mbaj shumë gjatë se jemi në pritje të konferencës, por po nis me një artikull që ti ke bërë pak ditë më parë, ku thua se lufta volumetrike, dhe një term që do duhet ta sqarosh pak, nuk është më një skenar i të ardhmes, por një realitet. A është vërtet NATO përgatitur për këtë lloj lufte të re apo mbijon mbështetet në doktrinën të kaluarës? Ciao Timi e ciao a tutti gli amici dell'Albania che ci seguono in Ucraina, un abbraccio a tutti. Grazie per avermi fatto questa domanda. Sì, lo ritengo un tema profondamente attuale perché il Modern Warfare ormai è cambiato moltissimo, il fronte si è evoluto, non è più da concetto lineare, è diventato ha preso da prima la profondità e poi dopo è diventato volumetrico, come descrivo, cioè si sviluppa lungo 3 assi, quindi verso l'asse delle X, delle Y e delle Z. E quindi in questo terzo asse, che è quello dell'altezza, che adesso è dominato dai droni, prevalentemente dai droni a lunga gittata, droni a breve gittata e ad alto potenziale esplosivo. La NATO evidentemente in questo settore, in questo momento, sta facendo molta fatica a rimanere allineata. Ka shumë vështirësi të qëndrojë në vit të drejtë dhe gabimi i madh që po kryen është që po e mbat izoluar Ukrainën, pa çka se sot po flitet pikërisht për këtë integrim i Ukrainës dhe prezenca e Ukrainës në Ankara. Pyetja që bëri Zelenski është rëndësishme dhe qëndron, është normale që vendi në këto momente që ka ushtrinë më të fortë për të përballë këtyre kërcënimeve përjashtohet në fakt edhe përshkruaj si një entitet i veçuar ndaj aleancës të NATO-s dhe kjo është e vërtet pse për të kapur këto vektor, këto dron, këto sulme, Amerika, që është fuqia e parë në këtë fushë, ka implementuar Patriot, të cilët kushtojnë rreth $5 milion për një, dhe për ato goditje sulme që i ka bërë Iranit kanë harxuar 12 milion, ndërkohë që Ukraina ka zhvilluar disa sisteme shumë efikas që mundësojnë neutralizimin e këtyre dronëve, duke bërë edhe më të kushtueshme për ata që sulmojnë sesa ata që mbrohen. Flasim për dronë të cilët kushtojnë 2-3 milion euro, pak krahasim me të tjerat në treg. Pra, të godasësh 800 raketat të tilla në ditën e tretë të luftës në lindjen e mesme ka qenë një ofendim, le të themi, krahasuar me ato që kanë ardhur në Ukrainë në numër. Ukraina kishte instrumentet për të ndihmuar Shtetet e Bashkuara, por Shtetet e Bashkuara referuar lajmeve të orëve të fundit duke se do të rifillojnë luftën në Iran, që ata vetë nisën duke mos pasur armatimet për ta luftuar në mënyrë adekuate. Nuk bëhet fjalë për në aspektin absolut të numrit të armëve, por për armatimet e duhura për këtë lloj kërcënimi. Mund të përdoret edhe një bombë nukleare për të vrarë një mizë. Është e qartë që proporcioni i këtyre armatimeve nuk qëndron. Dhe është naturale që do të jetë gjithnjë më e lëvërdishme për ata që sulmojnë sesa ata që mbrohen. Pra, Ukraina në këtë aspekt ka dhënë një mësim shumë të rëndësishëm në Ankara dhe nga leadershipi i mbledhur në Ankara duhet të ketë më shumë konsciencë dhe reflektim për të marrë vendime, sepse ende mungojnë këto vendime dhe aksione, sepse tema kryesore e këtij takimi ishte një dhe i vetëm, mbrojtja kundër raketave balistike, dhe është tema kryesore dhe thelbësore, dhe kërkesa e Ukrainës është
është drejtuar pikërisht në këtë aspekt. Kërkesa e Ukrainës është që a jeni ju të gatshëm Shtetet e Bashkuara të na jepni licencat për të prodhuar ne vetë në mënyrë autonome këto sistemet Patriot për mbrojtjen. Dhe deri më sot përgjigjja nuk është dhënë ende, por çfarë shihet nga ana e Bashkimit Evropian, nga në substancë ka një alternativë ndaj Patriot që është SMT, i cili është gjenerata e fundit, është edhe më superior ndaj Patriot, sepse mundëson një skancion të vazhdueshëm 360 gradë sulmeve ajrore, ndërsa Patriot duhet orientuar dhe ka një orientim shumë të limituar. E kuptoj. Dhe Bashkimi Evropian, i cili ka prodhuar, vendet evropiane që kanë prodhuar këtë sistem, e kanë lidhur gjithmonë një sistem, e kanë qenë një sistem nish, i cili në fakt kishte nevojë për të zhvilluar, dhe tani që Bashkimi Evropian është ai që është nën kërcënimin e frontit rus, në vend që të investoj në mbrojtjen e tyre kundër balistike që përsëris është edhe superiore ndaj asaj amerikane, Bashkimi Evropian qëndrojnë pa lëvizur dhe vazhdojnë të financojnë me blerje rekord gaz dhe hidrokarbur rus, që me ato i prodhojnë këto sisteme. Është një çështje shumë serioze e cila duhet të shtjellohet brenda aleancës, duke folur haptazi dhe kryesisht të Bashkimit Evropian, sepse pozicioni i Shteteve të Bashkuara është shumë i qartë në këtë qëndrim dhe mjafton të shihet se si